Dashi. Nuk do të keni më ata komplekse që ju zinin mendjen dhe do ndjeni më të qetë gjatë gjithë ditës. Nuk do të mbeteni më pengi pesimizmit, por do i pranoni gjërat ashtu si vijnë. Për ju në çift, kjo ditë do jetë plot pozitivitet dhe ngrohtësi emocionale. Shpreha e ndjenjave do jetë më e lirshme se zakonisht dhe marrëdhënia juaj do njohë përmirësime të prekshme. Beqarët do kenë plot takime të reja, por është më mirë të shmangni angazhimet serioze për momentin. Në punë, synoni zgjidhje sa më praktike dhe tregohuni kreativ. Bëni edhe të papriturat e vogla për shefat, sepse ajo që prisni mund të vijë pikërisht sot. Financat do jenë mjaft të qëndrueshme dhe ju mund të nisni investimet që keni planifikuar prej kohësh. Demi. Sot është e rëndësishme të tregoni bashkëpunues me të gjithë rreth jush për të përfituar më shumë nga situatat. Në një lidhje, shmangni provokimin e xhelozisë tek partneri, sepse një lojë e tillë mund të dalë jashtë kontrollit sapo të paktën e prisni. Saturni do ndikojë fuqishëm në jetën tuaj sentimentale, duke sjellë një atmosferë të rezervuar dhe aventura kalimtare në qendër të vëmendjes. Në punë, përgatituni për një ofertë të re vërtet interesante. Pranoni sfidën, edhe pse fillimisht mund t'ju duket stresuese. Megjithatë, pas këtij zgjidhimi do ndiheni të kënaqur. Buxheti rrezikon të lëkundet shpejt nëse nuk tregoheni të matur me shpenzimet. Binjakët. Gjatë kësaj dite do luateni mes optimizmit dhe dyshimit, por në fund do gjeni ekuilibrin. Për ju në çift, pasioni sot mund të mungojë paksa, por marrëdhënia nuk do ketë debate të rënda dhe do kalojë në mënyrë të qetë. Beqarët duhet të veprojnë me kujdes, sepse gjërat nuk janë gjithmonë ashtu si duken në sipërfaqe. Në punë, shefat do ju thërasin në takim për të ndarë lajme të rëndësishme, ndaj përgatituni mentalisht. Financat do ecin me strategji të menduara mirë, duke ruajtur një stabilitet të kënaqshëm. Daforia. Bëni sot atë që ndjeni brenda dhe mos lejoni presionet e jashtme t'ju ndalojnë. Për ju në çift, vizita e Venusit do sjellë harmoni, sensualitet dhe momente romantike pafund. Beqarët do kenë vetëm flirtet e lehta të ditës, pa dëshirën për diçka të thellë. Në punë, ritmi ngadalë do jetë avantazh për t'i bërë gjërat saktë dhe me kujdes. Në planin financiar nuk do keni vështirësi të mëdha, por kujdesi i vazhdueshëm do jetë qetësi për të ruajtur këtë gjendje. Juani. Merkuri do ju sjellë avantazhe në çdo situatë sot dhe do ndiheni të mbushur me gëzim. Për ju në çift, jetës sentimentale do i jepni prioritet absolut, duke shijuar çdo moment pranë partnerit. Beqarët do kenë disa takime, por asnjë nuk do ngrej pasionin aq sa të ju bëjë të hidhni hapa. Në punë, përqendrimi do jetë i lartë dhe do përfundoni me sukses detyrat që ju janë dhënë. Financat në ndikimin e Merkurit do jenë më të favorshme se kur më parë, duke ju dhënë qetësi. Virgjëresha. Sot është koha të vendosni me kujdes nëse do pranoni apo refuzoni çdo kontratë, pasi secilën duhet të analizoni mirë përpara se të veproni. Për ju në çift, dita do jetë e qetë dhe pa probleme, dhe në mbrëmje planetët do përmbushin njëri nga një dëshirat tuaja. Beqarët nuk do jenë të gatshëm për lidhje, edhe pse do tërhiqen nga disa persona të përshtatshëm. Në punë, vazhdimësia e projekteve varet nga kujdesi juaj. Sa më të matur të jeni, aq më mirë. Marsi do ndikojë negativisht në financa, duke sjellë tronditje të mundshme. Merrni masa për të ruajtur stabilitetin. Teshoria. Ndryshe nga zakonisht, sot nuk do qëndroni asnjë moment pa bërë diçka, duke vrapuar nga një aktivitet të tjetri. Në një lidhje, zemra juaj do vlojë nga emocionet dhe do ndiheni perfekt në çdo çast pranë partnerit. Beqarët do jenë të gatshëm për aventura kalimtare, thjesht për të shijuar çastin. Në punë, mos u fokusoni te detajet e tepërta, por shihni çështjet nga thelbi për të arritur përfitime. Buxheti do mbetet i brisht dhe, pavarësisht përpjekjeve, stabilizimi do kërkojë kohë. Akrepi. Ndryshe nga sa mund të mendoni, kjo ditë do jetë e mbushur me emocione të ngrohta dhe kënaqësi. Për ju në çift, do shihoni çdo koputje zemre dhe do ndjeni një pasion të freskët çdo çast. Beqarët do të jenë të jetjoshës dhe do të tërhiqin personin e duhur, duke ngjisur themelet e një lidhjeje të fortë. Në punë, pa presion do punoni me dëshirë dhe do arrini përparime domethënëse. Financat kërkojnë kujdes, por rregullohen lehtësisht me planifikim të mirë. Shigjëtari. Edhe pse do përballeni me disa sfida, me dëshirë dhe vendosmëri do i kapërceni pa problem.
Për ju në çift, dita do jetë e favorshme dhe do ndani çdo mendim dhe ndjenjë me partnerin, duke forcuar lidhjen. Beqarët do kenë fatin të bëjnë për vete personin më të përshtatshëm që prej kohash, prandaj mos e lini rastin t'ju ikë. Në punë, ambicia dhe vullneti i hekur do ju çojnë drejt çdo qëllimi të vendosur. Buxheti do jetë i vështirë për të kontrolluar dhe mund të pësoni tronditje të vogla. Briqapi. Venusi dhe Mërkuri do forcojnë logjikën dhe lartpamësinë tuaj sot, duke ju ndihmuar të zgjidhni edhe problemet e vogla të së shkuarës. Për ju në çift, marrëdhënia do jetë më e fortë se dje, me sytë që shkëlqejnë nga gëzimi dhe buzëqeshjen që nuk do ju largohet. Beqarët duhet të shmangin çdo ftesë që duket e paarsyeshme për të mos lënduar vetveten. Në punë, një detyrë e rëndësishme do ju beshet dhe me përpjekje do e përmbushni me sukses. Financat do jenë me fat dhe do mund të kryeni shpenzimet e domosdoshme pa stres. Ujori. Edhe pse mund ta kishit menduar ndryshe, planetët nuk do ju sjellin lehtësi të menjëhershme sot, prandaj mos pritni suksese pa punuar. Për ju në çift, dita do jetë e stuishme me debate për gjëra të vogla, por do përballoni së bashku çdo sfidë. Beqarët do mbeten me personalitet të fortë dhe nuk do bien për çdo taktike joshse. Në punë, bashkëpunimi me kolegë me vlera do kërkojë përpjekje, por në financa dita do jetë e favorshme për transaksionet dhe shlyerje borxhe. Në mbrëmje, një reflektim i shkurtër mbi arritjet tuaja do ju jap energji për të nesërmen. Peshqit. Për shkak të ndikimit të kundërt të Jupiterit dhe Marsit, do përballeni edhe sot me sfida që po kërkojnë vëmendje të veçantë. Për ju në çift, tensionet do jenë të dukshme dhe do të flisni ashpër me njëri tjetrin, duke thënë fjalë që mund të lëndojnë. Beqarët, për të shmangur vetmin, do jenë të gatshëm për aventura kalimtare, edhe pse pa lidhje të thella. Në punë, pavëmendja mund të sjellë debate me kolegët dhe t'ju vështirësojë misionin. Me financat nga pakujdesia mund të mbeteni pa para, prandaj merrni masa të menjëhershme për të parandaluar emergjencat. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!